Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk arriti më u konstituu as për herën e 29, ku kryesuesi i kuvendit Afni Dahari hedhe në votim për të krijuar komisionin për votim të fshehtë, ku mori vetëm 53 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Po ashtu Dehari njoftoi deputetët e Kuvendit të Kosovës që seanca e radhës është më 11 qershor në orën 11. Ndërkaq, pas përfundimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti është takuar me kryetarin e Mitrovicës së Jugut Bedri Hamzan dhe po ashtu me kryetarin e Mitrovicës së Veriut Erden Atić. Se çka u diskutua në atë takim ka dhënë detaje zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu, i cili tha që fokusi kryesor i këtyre takimeve ka qenë bashkëpunimi mes qeverisë dhe këtyre komunave dhe realizimi i projekteve në shërbim të qytetarëve. Ndër të tjera është Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar aderimin e ri, e cila është zonja Sanie Kuçi Rexhepi, ku lajmin e ka bërë të ditur vetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Ndërsa në fund presidentja Vjosa Osmani e ka caktuar datën e zgjedhjeve lokale, ku për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të rregullta është caktuar data 12 tetor e vitit 2025.